që mës me një babën të e rej nanën. E dashun logopede, unë jam veç një fëmi, po e pres me pa durim videon tane, kom i ngu fjallët e tua me shumë kujdes. Ka me thonë boni shumë më emocionoj. Vështirë është me i qitë fjallët. Mundohu me e mbështetë nanën tane, edhe mos i humbë shpresat, po ti e një djalë i ri, ti e ki jetën përpara, nështë ka shumë vena që ndodhen, e na nuk e dim, mundohu me mbështetë nanën, mundohu me e motivu vetën tane, ti nëse i beson vetës edhe e motivon vetën, ti ke me arrit me folë, ti ke me arrit me mësu, ti ke me arrit me punu edhe me i dalë zëtë nanës edhe familjes tane. Unë e ndjeva shumë keq dhe të tregimin që ai e ka, ose letrën që e ka dërgu, sa që mu ka nalë edhe e fullura, ose edhe zoni s'po mdel, se shumë u preka. Nështë ka shumë raste tjera lirim që na nuk e dim, edhe qysh me i thonë me shku te logopedi edhe me bisedu, sepse ky ka nevojë edhe për psikolog, edhe për logoped, edhe me motivu në këtë pjesë. Qëndroj nanës afër, mbështete nanën, jepi shpresë vetit se ki jetën përpara, një diçka që mendon ky që s'ka mu bo e mundur, ka mu bo nëse e beson vetën e vetë. Po është që si rastet të ngjajshme kemi një vazhdimisht. Do me thonë, shoqënia jonë është një shoqëni ku nashta viktimat janë njerëzit që na i përndjeki mas shumëti. Do me thonë, janë nashta persona që na i kuptoj mas pako, edhe profesioni jonë tregon që kur takomi me kësi fmi, se halojmë tutër qëtë, kur takomi me kësi fmi, do me thonë që kanë që si përjetime, ka njëherë me nej që vi që harrojna sa pak ja dina vlerën jetës. Shumë më ka emocionu, nuk mujta as me i lidh fjallë që fort u preka. Ngjarje shumë e ndihshme. I tregemi ndihshëm që si